fshat i vogël i komunës së Istokut, ku aty përfundova shkollën fillore dhe pastaj një vit të shkollës së mesme në Istok dhe vazhdova shkollimin në Prishtinë. Pas disa viteve, unë së bashku me familjen time integruam në Belgjik, ku aty punova dhe jetova për shumë vite. Pastaj u punësova në shitje dhe në trajtimin e klientit. Gjatë asaj kohë, gjatë asaj periudhe të punësime, e pash se komunikimi, organizimi, leadershipi ishin nga pikat kryesore për suksesin e një biznesi. Dhe pas disa viteve shkollim, trajnim, edhe kurseve të ndryshme, arrita që të jem, që të bëhem trajnere, master trainer në shitje, komunikim dhe leadership. Sa është e rëndësishme për bizneset, zonja Atifete, pra që të din këto çështje sa i përket komunikimit, sa i përket blerjes, sa duhet ti fokusohen apo të përqendrohen te këto? Komunikimi është baza e çdo suksesi në biznes. Kështu që është një pjesë e domosdoshme e komunikimit. Në Belgjik mësova që përmes komunikimit mund të aftësohesh si person, mund të kesh mundësi të komunikosh edhe me kulturat e ndryshme, sepse nuk do të thotë që